Mbi 33 milion lek i ka kushtuar buxheti i shtetit çdo muaj në 4 vitet e fundit, pagat e 17 ekspertëve dhe këshilltarëve të ish-kryetares kuvendit Elisa Spiropali. Mes tyre çfarë nuk gjen? Eurodeputet në pension, ish deputet Partisë Socialiste, kalamaj politikanësh, po edhe nga këta analistët që dërdëllisin duke mbrojtur qeverinë çdo mbrëmje në studio televizive. Përpara 2 viti e gjysmë, Lëvizja Bashkë me firmat e 21.000 qytetarëve ka depozituar në Kuvendin e Shqipërisë projektligjin e minimumit jetik. Ama Kuvendi i Shqipërisë, me në krye zonjën Spiropali, nuk i ka kushtuar as 30 sekonda këtij projektligji duke na e kthyer mbrapsht si të pashqyrtuar nga Kuvendi i vjetër i Shqipërisë. Tani, ne sigurisht jemi tallur më herët me zonjën Spiropali kur e krahasonte shefin e vet Edi Ramën me Skënderbeun. Mua më duket se përveç se të qeshim me të do duhet të qajmë edhe me fatin ton. Edhe me fatin ton si qytetar të një vendi ku pensioni minimal është rreth 90.000 lek të vjetra dhe pensioni mesatar është 180.000 lek të vjetra. Pra këta këshilltarët dhe ekspertës e Elisa Spiropalit merrnin rrogë sa 355 pensionistë me pension minimal. Tani pyetja që unë kam për shoqërinë shqiptare është kjo. Duke parë dhe çfarë ndodh nëpër botë, nga Nepali në Evropë ku popujt ngrihen në këmbë për të vënë në vend dinjitetin e tyre, për të luftuar të korruptuarit dhe për të kërkuar drejtësi shoqërore. Ne, si shoqëri shqiptare, deri kur do t'i durojmë këto shushunja e parazit që na pin gjakun nga do në hierarkinë shtetërore, deri kur do të lejojmë që në përkëmbin këta njerëz dinjitetin ton, cila do t'jetë dita e kthesës së madhe kur edhe ne, si shqiptar, do të vendosim në vend dinjitetin ton.